vëllezër musliman, sot do të flasni për haramin e 7 maulijet prej haramave të mëdha, të cilët prej haramave të mëdha është krenacia, menemallësia dhe lëvdrata dhe qallëmi. Këto janë krejt prej gjunahave të mëdha, të cilat në përditshmërinë e besimtarëve muslimanë nuk guxojnë dhe s'duhet të kenë vend të jeta jonë si besimtar, të cilët je kena besuar kësaj sfes të Allahu Xhelal, e cila i zbriti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Për çfarë arsye? Se arsyet janë të gjitha këto të cilët janë kryen ngret, jo se lidhin në alt. Allahu Xhelal i ka përshkruar gjunahtarët më të mëdhaj, si Firaunin, si Nemrudin. Çfarë ishin arsyet të tyre të cilët nuk e besuan Allahu Xhelal dhe nuk e besuan pejgamberët e tyre. Po ashtu edhe në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pse nuk e besuan njerëzit të cilët e njihshin pejgamberin alayhi salam? Çka i shkaqi, shkaku i tyre? Shkaku i tyre ishte menemallësia e tyre. Se menemallësia është refuzon hakin. Pse refuzon hakin? Është kundra hakit, se ai do të jetë ai prisi ose ai i cili vetët. Dhe në mesin tonë, ne si besimtar musliman, duhet ta kena këtë dukuri, jo, por agjinët po. Gjinët mesin tonë. Në shumë varianta dhe mënyra gjinët. Ne, shumë prej neve, kur pak të pasurohemi, kena qef, dikush me në ndëgjuhë dhe mendojna se jena të mequr dhe seher ne e kena tamam dhe tjera pjezit nuk e kanë tamam. Kjo paraqitet prej dashjes të krenarësis, ku shanë. Ta shqovë se do Zotit të ka dhonë pasuri. Tja duesh t'jesh krenar, ta duesh t'jesh modest. Modestria është pjesë e besimtarit i cili beson Zotit. Pse është modest besimtarit? Se gjithherë e din se çdo sen të cilën ai e posedon dhe jo se ja ka dhënë, e din se prej Zotit është. Gjithmonë gjërat i qetë në Zot, sikur se çka i qetë fatkeqësi në Zot, kur i vjen një fatkeqësi, thot inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Prej Allahut kena ardhur dhe ai do të kthehej, apo? Edhe e mira kur është, i thot elhamdulillah. Allahut, kështu e ka përshkruar pejgamberi alayhi salatu wassalam besimtarën. Ajban amrul mu'min. Është interesant çështja një besimtari. I dha asabat kusara shakar. Kur i vjen një mirë, falenderon. Kur i vjen një keqe, ban sabër. Tash falenderon. Të ka ardhur një pasuri, nuk ke pas, dhe sot Zoti ta ka qenë dera në një pasurie. Pse ti të krenohesh me të, të lëvdrohesh me ta, qesish shallam me të? Nuk thot Allahu Xhelal që ti mos të gëzohesh me të. Mos ta përzimi gëzimin, kënaqësinë me lëvdratën ose krenarien, ti krenohesh, të qesish shallam. Kjo ka dy lloje të ndryshme, të kënaqësh është çështje normale. Ti kur e sheh një mirësi, normale është të kënaqesh. Nuk është haram që të kënaqesh. Haram është që të lëvdrohesh të tjerë. Ti nënçmojsh të tjerët. Nuk është haram që të veshësh bukur.
pedant, elegant. Haram është të krenohësh me atë çka e ke vesh, duke ju qitë qavam qerve, duke hap krahët. Tash ku t'ish në xhami ke qef të gjithë me të këshirën. Kjo është ajo e cila është haram. Ose veshja, qofse ti ki vesh petë të pastër, petë të mirë, petë të shtrejtë, nuk është haram. Se Zoti thot, kur të jep pasurinë, ka qef të shohet të ki pasurinë. Se koprasi i tepruar, është i shëmtuar të Allahu xhelal. Zoti të ka dhënë pasurinë dhe ti hec me stela. Se Zoti të dha pasurinë, vishe, tregoje, por mos u kreno dhe mos në nëshma. Zoti të ka dhënë evlat, mi kanë 10 gjemë, si tu në kërkuj. Pse ti mos mi pas 10 gjemë, ju kishe tu tjerva? Unë jam fisi i madhë, unë e këtu qka të thojë. Jo, ti qka të thojsh, Zoti qka të thojë. Kitë Zoti nuk e do, kur ti të regon aroganci, kur ti të regon dhunshmëri, pa drejtësi, këtë nuk e do Allahu xhelal. Se krenarësia është pa drejtësi, e kundërta e drejtësisë. Allahu xhelal e paraqitet në Kur'an, në çështjen e Musës alayhis salam. Thot, wa qala Musa, inni ultu bi rabbi wa rabbukum, min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Kur Firauni alayhi la'natullah nuk e besoi Hazreti Musin, edhe pse ai ishte e rriti Hazreti Musa. Ai u kujdes për Hazreti Musa. Dhe gruaja e tij, dhe e dishin se ai fëmijë qysh është dhe çka është. Ti njëjtën sikur se çka e njefshin Muhammedin alayhis salatu wassalam. Muhammedin alayhis salatu wassalam kemi thonë dy herë, çka e thjeshin me kasin para Islamit, të gjithë e thjeshin e Sadiq ul-Amin. I besueshmi, besimtari, njeri i cili ishte i truprueshmi, ma i marrë lija në qabe, ma i drejti në qabe, ma besniki në qabe, ma i sinqerti në qabe, krejt një zërshëm ishin. Se kjo është njeri i sinqert dhe i drejt. Por kur erdhë me thirrjen e Islamit, kur e obligoi Zoti me këtë thirrje, tash ato kryeneqët, ato kryemllajt, e refuzuan, sikurse Musa alayhis salam, njëkohësisht Firauni i cili e njifte mirë. Se e kishte rritur atë. Por çka ju tha? Çka i thanë pejgamberit dhe Musait alayhis salam? Firauni tha, ki po ban shregullim, terrorizëm. Po do t'ja u prishe sistemin dhe t'ja u shkatron rregullin të cilën ju e keni. Dhe Muhammedit alayhis salatu wassalam i thanë të njëjtët fjalë Abu Jahli dhe mingja i vet Abu Lahebi, po dhe mingja i cili e donte majs shumti, Abu Talibi, i cili e rriti Muhammedin alayhis salatu wassalam. Çka nuk e la që të hinë në Islam? Ai e shite se është në rrugën, të gjithë këto e shishin se është në rrugën e hakit të vërtetës. Po çka e mohoi këtë hak dhe të vërtetë? Krenarësia e tyre. Menamallësia e tyre. Ato e refuzuan rrepsisht, ki nuk e luftonte, e mbronte dhe e rujte prej tentativës që ta vrasin të tjerët, por nuk e besonte. Për çfarë arsye nuk e besonte? Kur u smu dhe rande shek pejgamberi tha, po jo mingja, se do i ke shumë si të në babës, se aje ke shërit pejgamberin alayhis salatu wassalam. Thuja la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, që të dalë para Zotit shëruas, të vinë në Zotit për teje. Jo, dhe i këse, do të nënçmojnë,
Arabët të më thojnë që kjo kishë bon të abit gjallit vllatit vetë. Do më thonë, qka ishtë kjo? Kjo kanalësia ishte. Qyre se e dam shmasht. Të lidhnarë se shka po thojnë njerëzit. Edhe ne, a mirë në sot se shka po thojnë njerëzit. Po, shumë mirë në shka po thojnë njerëzit. Harojnë a shka thot Zoti. E harojnë a shka thot Zoti, dhe a është rotë Zoti razime neve, mirë në shka po thojnë njerëzit. Dhe e mëra qka po thojnë njerëzit. Dëgjo mëra qka po thot Zoti. Se Zoti është kryuës jotë dhe Allahu jotë i cili të ka kryuar dhe të ka pluar në këtë botë. Dhe të ajë do të rithkehemi, dhe për të ajë do të japi llogari. Vetëm për këtë hupi xhenetin, çka e lut këtë profeti dhe më i dashur i Allahu xhelal, o minxha jam thoje la ilaha illallah, që t'jem dëshmitar dhe dal para Zotit me kërkesë që të falet teje. Ishte vetëm një gjë, krenacia, ja se do të mund shmojnë njerëzit. Të ndëruar vëllezër, krenacia në Musës a.s. thamë se Zoti ka thënë se Firauni ki po prish në pesar, po tjetë shregullim, dhe një ta dhire, një të lutët Zotit Musa sa unë do ta vrasë Musën a.s. Dhe kur e ba arogancien dhe krenancien e Firaunit Musa a.s. dhe kur i hupi shpresat për ty, Allahu Gjelale të regon në këtë jetë, o kale Musa, dhe tha Musa, inni oltu, kërkoj broje prej Zotit. Prej gjdo krenalti, prej gjdo mena madhi, i cili nuk beson në ditën e gjykimit. Nuk don të beson në ditën e gjykimit. Dhe populli Hazreti Musës, i cili e ndjekën Hazreti Musën, çka ju përgjegjen Hazreti Musës? Se ne shpesher të njëjtët gjëra ndodhen vazhdimisht te njerëzit. Tash ku ta përkrahësh një njeri të drejtë, nuk do me thonë se kur të vije njeri i drejt, do t'jetë mjaltë edhe tamëll, do me thonë do t'jetë gjithë shka në drejtë. Jo, kur e ki përkrahur të drejtën, vetëm sa ki filluar tentativa, dhe duhesh përgjojsh armicien edhe ma të argante, ma të ashpër kundra teje, se ki fillu në rrugën e drejtë. Musës a.s. Qka i thëmë populli vetë? Kur a i shpëtoj për i Firaunit i cili ja u mirë të vajzët, ja u robron të ato, ja u vrit këtë jemë, tha o Musa, na para teje ishmi të maltretuar dhe me teje të maltretuar. Këto fjallë atë në zëti Musës, dhe pse ishtë i dërguar i Allahu Gjelal. Më thonë, ne nuk në ndryshoj kur gjo, para se më arë ty, ishmi të maltretuar prej Firaunit. Edhe kur erdhe ti që tash pra, po i nga të ndjekt prej Firaunit, për me navra. Musa a.s. i thirke që të mos kusin shpreset se Zotja shpëtuesi janë. Më thonë, ne do të na shpëton Zotin edhe. Dhe i shpëtoj Zoti dhe ditë sa mrekulli i qoj që ato t'i shpëton dhe e fundosi Firaunin alejla. Dhe mos harojna se çështja kryesore e cila e bëri shejtanin lanët është me në madhësia e tij. Më thonë, për çfarë arsye u bë shejtani lanët? Me çfarë gjunai? Nuk ish falës, jo i falë ke Zotit. Para se të vend Ademi a.s. ishte besimtar i sinqert i Zotit. Krijesë devotshme e Zotit e cila e adhuron të Allahu Gjelal një. Por çfarë e bëri shejtani? Me në madhësia e tij. Kur Zoti e krijoi Ademin dhe i urdhëroi me laçet që t'i binë në sejdë, ky tha,
Unë e tha jam ma I mirë sa Ademi, se mu më ke krijuar prej zjarmi, kurse kete krijova prej barke, prej lloçi. Sikur ne sot, dikuje në nëshmojna, ka orë ma frek në Sambekes, në gjivor, kush është ki, ne a dikur jenën, nuk matën gjërët kur I je dhe qka je kam. Matën gjërët kush është dhe qka është, sa është I vlefshëm. Dhe vlefshmëria është tek Zoti me sinceritetin dhe drejtësien dhe aftësien. Të cilën ja jep Zoti ati njeriu ose ati populli. Por ne duhet jena modest në kërkim të diturijës. Dhe dietarët, a kanë krenarësi, po, ku duhet të kena shumë kujdes, si thamë se për pasunikët, për qeveritarët, deri që ka qenë me vërë, sot është bëhe, politiqarë, kretarë, edhe kush jam, kush jeti. Zoti dha një dhuratë që të jesh po një post të lartë, të jetë qaj që ka ki qenë, ajo është dhuntie Zotit e cila ta dha, duhesh që jesh falendërues, modest dhe përgjegjës për angazhimin të cilin ta dha Allahu xhelal te. Në qoftë se bëhesh krenart, atëherë je Firaun, je Ebu Gjehel, je Nemrod. Në qoftë se bëhesh modest, je Hazreti Musa, Hazreti Isa dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Se të gjithë pejgamberët Allahu kanë qenë modest. Qofse ngrehesh me dituri dhe nuk e man modestien, se Zoti ka thonë innama yakhsha Allah min ibadil ulama. Zoti në realitet I friksohen dietarët, por kur ato janë modest, qish modest? Se djetari, këto djetarët të cilët e kanë shpikën të seufin, një prej djetarëve të mdoj, po ta I cili djetar arrit në dituri, dhe nuk është në të seuf, po të rebelizohet, po të krenar, por ai cili është ignorant dhe bëhet mu të seuf, thot e hup rrugën, bëhet në adhurim të devijueshëm. Pse? Se faktikisht dituria njeriun e ngrën, por nuk duhet ta ngrën në krye ngritje se tjetë ta shofe vetën se nuk ka. Jo, ne jena krijesë Zotit, si cili I takon Zotit dhe si cili ka nevoj për Zotin. Krenarësia dhe madhështia janë dy cilësi të Allahut xhelal. Zotin e ngrisin kurse njeriu e poshtërsoj. Një njerëz ka thotë se jam I madh dhe I nalt, atë e nënçmon dhe e poshtërson. Kurse madhësia I takon Allahu xhelal, krenarësia I takon Allahu xhelal, sa ai nuk ka nevojë për askën. Ne secili prej neve kena nevojë. Kretari e bo, kush ka bo kretar? Populli. Kje nevojë për popull. Qofse je doktor, kje nevojë për dikuj tjetër kuj. Qofse je bo hoxh, nuk do me thonë se e njeh krejt feja. Jo se e njeh krejt shkencën, kje nevojë për doktorin, kje nevojë për arhitektin, kje nevojë për çeshmaxhia, se nuk je njeh. Nuk je I madh. Se I madhi nuk ka nevojë për askën, I madhi Zot. Ai të gjitha I ka dhe I din, ne sa të dina, pak dina prej asaj çka e mësojna. Dhe asnjëherë nuk duhet na rritet menja se unë e kush jam.
Se kjo atëherë të sjell se ti nuk je asgjë. Tek Allahu xhelal. Dhe Zoti ka thënë inna Allaha la yuhibbul mutakabbirin. Zoti nuk i don krenartit. Zoti do t'i qonë në xhenem krenartit, ato të cilët kanë edhe një grimës të atomit në zemrët e tyre. Krenartësi, thot nuk kanë për ta shijuar xhenetin. Dhe ne, si besimtar musliman, a duhet të lejojna që kjo cilësi të jetë mesin tonë, kurse si jo. Te jo besimtarët, musliman ne e shofna sa ato luftojnë, edhe pse nuk e besojnë Zotin, qysh e besojnë ana, ta ato shef modesti. Çfarë modestie? Në shtetet evropiane, të cilët kanë përparuar, ka modesti. Dhe pra çka Zoti, sipas asaj modestisë, ja ka dhënë edhe e përcjellën prej neve. Çfarë modestie ka? Është fabrikant, i ka mira punëtor, del e pastron kanalin, nuk i vën turp dhe more çka po thojnë njerëzit për meje. Është kryeministër, e merr biciklën dhe shkon në punë me bicikël. Ne pak si ta morën një post, trubroja dhe punëtorit i bërtasme dhe i thojna, hej, shyra këna zonë kanali. Me thonë punëtorit, po pasoj vetë, ku shije e unë e da pasoj, ja? Kjo së është me në malësi. Me në malësi është. Me në malë e në e do Zotit, jo nuk e do Zotit. Si të bëhet një politiqari jonë dhe post, nuk e shef mo të hezë, për luge, se a dy kusha është ai, njeri malë është ai. A është prej Islamit kjo, jo nuk është prej Islamit. Nuk po thojna se mos hec me kërë të shtrejt, por po thojna mos u ban krenarit. Banu modest, dije se je krijesë Zotit. Zoti ta ka dhënë sot dhe nesër ta merr. Dhe dije se do të dalish nesër para Allahut xhelal dhe do të japish llogaridhënie për çdo sen çka ta ka dhënë Allahu xhelal. Të nderuar vëllezër e zonit thiri, lusmi Allahu xhelal që të na largon prej kësaj dukurie të keqe dhe të shëmtuar, e cila nuk duhet të jetë në mesin tanë. Kurse si, gjithëherë, kur ne të njëna vetën mirë, duhet të ullina vetën. Është një hoqë i Egjiptit, Sharawi, ka majtë një fjalim në Universitetin Ajnë Shëndës e Kahirës, dhe duke dalë prej Universitetit studentët prej dashurijës janë grejnë kërin, mundohen të bajnë qafë hoqën. Dhe pas i largohën, rreth një xhamijës, me djalin e vetë dhe shoferin, thot nalën që do të hiti fali 2 rekat dhe ile namaz. Dhe banohet hoxha. Djali dhe shoferi bohën me ratë, shka o bohën? Hinë talibin në xhami, kur hinë xhami së është xhami. Shkojnë të vecet, mos ka pas nevoj, a i t'i la vecet. Thot, o babë, qka jetë e bo, djali? Thot, mu rrit pak, e një ta vetën mirë, kur dashtën të mbajnë qafë. Thot, ta uli, se unë nuk e meritoj jashtë se mi la vecet. Ta uli vetën. Ajo, qka duhet ne ta luftojnë vetën. Se në vetja jonë, gjithmonë është amara të besu. Zoti ka thonë, egoa jonë është e urdhëruar nga e keqja. është e urdhëruar që ta nish vetën të dalluar për që ti duhesh ta luftojsh. Duhesh ta luftojsh që mos të mashtron dhe të bësh krenar dhe me në madh, kush jam une dhe kush jetë ti me ma prish mua. Se nuk ka kush jeti në Islam. Vetëm Zoti është ai i cili na nuk mujna me aprish. Sa ai është i plot dijshëm dhe i plot fuqishëm dhe i madh.
ne gjithë tjertë njerëzina krijesat e Zotit. E godasmi dhe e gabojna. Edhe tash, në mitë e huja nuk duhet të hina. Në Islam thojnë, është definicion. Djetarin që se gabon e ka një sevap, që se e godet i ka dy sevape. As njëri nuk duhet të punën e huj. Mos e prek, strujen dhe risa nuk e njëfë se të mirë, pa mujtë të tamite edhe sfegjit, edhe plot sfegjit ka shkardesit në struj, por aje njerë ka borë gabim dhe ka pik. E mit njerin doktori, po aji ka licencë. Dikush e ka licencu që t'i jape dhe t'i këshyre pacientët e vetë. Dhe aji mujtë të gabanë. Por nuk mirat parasysh gabimi i ty, se faktikisht janë gabimet minimale të cilët ato i bojnë. Dhe ne nuk marna që ti bojna punë të huja, por edhe ne të cilët i bojna punë të tonë, nuk marna guximin me tonë se nuk gabojna. Inshallah Allahu xhelal na i falë gabimet tonë. Dhe na udhëzon në rrugën e drejtë të tij. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.